Tashmë është konfirmuar zyrtarisht që Shkodra është prekur nga sëmundja murtaje së ruminantëve të vegjël, e cila nuk prek njerëzit, por shkakton dëme të mëdha tek rritja baktive të imta. Përgjegjësi i shërbimit veterinar, Mark Preçi, bën ditur se qarku i Shkodrës tashmë është futur në karantinë. Mas konfirmimit, bazuar me një urdhër të nxjerrë nga ministri, qarku i Shkodrës është futur në karantinë. Dhe janë përcaktuar dy zonat, me fjalë zona 3 km që është zona infektuar dhe një zonë 10 km që është zonë e mbikëqyrjes. Në zonën e 3 km funksionojnë 6 grupe kontrollit që bëhet kontrolli i përditshëm i të gjitha fermave ku kontrollohet gjendja shtetësore e kazhe, numri i kreve dhe gjitha problematikat që kanë fermat. Ndërsa në të njëjtën kohë një nga masat që garanton që kjo smundje të shkaktojnë dëme sa më të vogla është edhe eliminimi i lëvizjes kazhe. Për këtë qëllim, në akset kryesore, në bashkëpunim me organet e rendit, janë caktuar grupe veterinare që bën kontrollin e lëvizjes kazhe të imta kryesisht. Ndërsa në të njëjtën kohë paralel me këtë, bëhet fjalë edhe për bllokimin e tregtisë së kazhe të imta në tregjet që funksionojnë në qarkun e Shkodrës. Pas konfirmimit të baktive të prekura nga sëmundja murtaje së ruminantëve të vegjël, me datën 4 qershor, Preçi thekson se nuk ka patur raste të tjera. Për fat mirë, domethënë që nga data 4 nuk kemi asnjë rast të dyshuar, asnjë rast pozitiv, se nga pikpamja teknike ne procedojmë duke kur kemi dyshime për smundje ne kryejmë kampionime të kazhe dhe dërgime të tyre në laboratorin e referencës në ISOV. Por që nga data 4 nuk kemi asnjë rast të dyshuar. Shërbimi veterinar i bën thirrje të gjithë fermerëve që të bashkëpunojnë në rastet kur dyshojnë se baktit janë prekur nga kjo sëmundje.